Qofse don që jetat vendet në shinat stabilizuara, ktheu ke nëna. Kujt i ka ndru jetë nëna, inshallah ka respektu kur ka qenë gjallë, Zoti se haron, pasi ai vazhdon të jetojnë këtë botë. Kjo ka qenë arsyeja se kush e ka ditë më mirë këtë se sa pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam, shkoi edhe i tha, më tregon një gjë të vyer. Më trego kush është nga krijesat, nga njerëzit që meriton më shumë ta respektojnë këtë botë. Më mësoi dërgumi i Zotit se duhet të bekohem nga Zoti me këtë vepër. Tha, mos u lot pra më. Respekto dhe duj nëna. Drejt. Asnjë fjali e plot nuk është. Tha, ktheu ke nëna pra. Edhe ai me drejt në Zotit tha, ja Rasulullah, o pejgamberi i Zotit. Tha, këtë e kuptova nëna, tha, më thuj, po pastaj, çam afron ke Zoti nga njerëzit më i respektuar. Tha, nëna prap. 2 herë. Edhe ai 2 herë nëna, pra kuptova këtë. Tha, mbas kësaj, më thuj gjë tjetër. Tha, nëna prap. Pra donte me thoj dietar pse me forcu pejgamberi Muhammed alayhis salam, se kjo nuk është çështje që thuhet një herë dhe duhet harru. E tha 3 herë për vlerat që ka dhe që mos harrohet kur. Se pas të saj, respektin ndaj prindërve dhe nënës veçanti, ta rregullon gjithë jetën derisa të japë shpirt. E pejgamberi tha 3 herë, nëna. Tha, po pastaj vazhdonte edhe ai këmbgulës, tha pastaj babai. Pra prindrit, profeti alayhis salam ka thënë kënaqësia e Zotit ke kënaqësia prindërve, hidhrimi i Zotit ke hidhrimi i prindërve.